para se bota të filloj të lëviz rreth teje, para se përgjegjësitë të ngrihen, para se mendja jote të filloj të vrapojë me plane dhe shqetësime, ekziston një moment i shenjtë, një derë midis natës dhe ditës, ku e gjithë jeta jote mund të ndryshojë. Një moment kur bota ende nuk e ka lënë gjurmën e saj mbi ty dhe vetdia jote qëndron e hapur, e pranueshme, e pastër, gati të formësohet nga qëllimi dhe jo nga zakoni. Ky moment, fryma e parë e mëngjesit, lëvizja e parë e vetdijes, është momenti më i fuqishëm i ditës sate. Sepse në këtë prag të qetë midis ëndrrës dhe zgjimit, ti je më afër vetes sate të vërtetë. Vetes që nuk përcaktohet nga rrethanat, nuk kufizohet nga kujtesa, nuk rëndohet nga supozimet e dieshme. Këtu, në këtë qetësi, ti qëndron si imazhi i pastër i Zotit. Vetdia përmes së cilës rrjedh krijimi, ena përmes së cilës qëllimi hyjnor bëhet formë e dukshme. Kjo është arsyeja pse shkrimi thotë se mëshirat e tij janë të reja çdo mëngjes. Jo sepse Zoti ndryshon, por sepse ti zgjohesh i ri çdo ditë, i ftuar edhe një herë të kujtosh kush je vërtet. Prandaj, çdo mëngjes, para se të ngrihesh, para se të kontrollosh telefonin, para se të përsëritesh problemet ose të rikthesh modelet e vjetra, dëgjoj këtë dhe lejo të vërtetën të vendoset në dhomat më të thella të qenies sate. Sepse kjo nuk është motivim. Kjo nuk është nxitje e përkohshme. Kjo nuk është frymëzim kalimtar. Kjo është kujtesë, rikalibrim, rialinim me modelin hyjnor. Kjo është zëri që të thërret mbrapsht te vetja jote, te vetja që Zoti e imagjinoi, te vetja që shpirti yt e njeh, te vetja që fryma jote dëshiron ta banojë plotësisht. Prandaj merr frymë tani ngadalë brenda dhe ngadalë jashtë dhe lejo këtë mendim të vendoset thellë në ty. Sot unë filloj nga brenda. Sot unë filloj me vetdije. Sot unë filloj me Zotin. Sepse para se të ndryshoj diçka në jetën tënde, para se të shfaqet ndonjë manifestim, para se të plotësohet ndonjë lutje, gjendja jote e brendshme duhet të jetë në përputhje me të vërtetën. Jo nga rrethanat, jo nga e shkuara, jo nga opinionet e të tjerëve, jo nga frika apo dyshimi. Çdo mëngjes të ofron një kanavas të zbrazët. Dhe ajo që zgjedh të besosh në këto çaste të para do të edhe në orët që vijnë. Shkenca e konfirmon atë që shkrimi e zbuloi shumë më herët. Truri yt në këto momente të hershme të zgjimit është në gjendjen më të sugjestueshme të ditës. Në vetdia jote është e hapur. Imagjinata jote është e ndjeshme. Frekuenca jote emocionale është e formueshme. Ajo që ngulit në vetdijen tënde tani bëhet fara e gjithë ditës sate. Prandaj dëgjoj me vëmendje. Ndje thellë. Lejoje këtë të vërtetë të bëhet themeli mbi të cilin qëndron. Unë nuk jam në mëshirën e jetës. Jeta më përgjigjet mua. Jeta më pasqyron mua. Jeta i bindet gjendjes që unë zgjedh të mbaj. Dhe sot unë zgjedh një gjendje më të lartë. Sot unë zgjedh të kujtoj fuqinë brenda meje. Fuqinë që Zoti ja endi në qenien time kur ai fryu frymën e tij në mushkëritë e mia dhe më quajti të tij. Sepse Krishti nuk erdhi të tregojë çfarë mund të bëjë Zoti. Ai erdhi të tregojë çfarë mund të bëjë Zoti përmes teje. Ai tha se mbretëria e Zotit është brenda teje, sepse fuqia për të formësuar realitetin tënd nuk qëndron te rrethanat, por te vetbia. Dhe kështu, ndërsa drita e mëngjesit ngrihet, ti ngrihesh me të. Jo vetëm fizikisht, por shpirtërisht, emocionalisht, energjetikisht. Kjo është ora e halimimit. Kjo është ora e qëllimit. Kjo është ora ku besimi bëhet arkitekti i ditës sate.